Në fund të vitit 2025, duhet të lëshojë në përdorim rruga rajonale e fshatit Izvor në Kërçofe deri në Dibër, që është 19 kilometra e gjatë. Kjo rrugë në fund të këtij muaji duhet të lëshohej në përdorim, por siç mund ta shihni, traseja është hapur, ansoret janë vendosur, por nuk është asfaltuar dhe nuk mund të asfaltohet dhe as të hapet për përdorim, pasi që, siç mund të shihet, ka gjithkund rreth rrugës gur të rënd nga shkëmbet dhe nga mali i cili shembet. Tereni i vështirë ka bërë që kompania të kërkojë edhe një vit afat për përfundimin e së njëjtës. Pengesa të paparashikueshme gjatë punimeve kanë bërë që kontraktuesi të kërkojë shtyrjen e afatit dhe mjete shtesë për vendosjen e mureve mbrojtëse. Këtë e konfirmoi edhe zëvendës ministre e transportit dhe lidhjeve Kaltrina Zekolli Shaqiri. 75% të punimeve janë të përfunduara, këtu do shtyhet edhe një vit realizimi i punimeve për shkak të tereni, do me thënë që është shumë i rëndë për të punuar dhe ka rëshqitje, si pas kontraktuesit, ka rëshqitje të mëdha të dheu dhe prandaj edhe prolongohet realizimi i punimeve. Rruga Kërçov-Dibër duhet të përfundonte në vitin 2015, por për shkak të zvarritjeve dhe shembjeve të mëdha të dheut, përfundimi u shtyr disa herë.